E të kemi pas publicitetit, rikthehemi në kuzhinë në këtë pjesë të dytë për të përgatitur një gjellë me bizele, me këtë perime që na sjell pranvera të freskët, të shijshme, me një ngjyrë të bukur, me shkëlqim dhe plot vlera ushqyese. Dikush e përdor në gjellë, dikush në sallat, dikush në ndonjë supë. Ka shumë mënyra për ta përfshirë bizelën, duke qenë se është tani perime e pranverës. Duhet ta përdorim sa e kemi, se pastaj ka një kohë të shkurtër në fakt në treg. Më pas e marrim dhe ngrim, dhe e përdorim nga çeskat e ngrira. Dhe është një mënyrë më mirë për ta mbajtur sa më gjatë, po. Do të kemi diçka parasysh që nuk e fusim në ujë të nxehtë për ta shkrirë. Pra e lëm ashtu siç e ngrim, ashtu kërkon edhe procesi i shkrirjes. Kam patatet të cilat i kam prerë në kubik, jo dhe forma e rregullt, se nuk më duhet shumë forma e rregullt. Kam vendosur vaj bimor, pak krip fare dhe piper. Kam qepën, që është e prerë në gjysmë hënë, po të doni ju mund ta ngrini dhe imët fare. Kam karotën që e kam prerë në disje, sepse më duhet që të ndihet dhe shija e karotës, sepse shpeshherë në përsupra ne e përdorim për shembull të grirë në rende, në blender. Për familjarët që duhet, po. Bizelja që është akoma e ngrirë, kam domatet, salsën e domates. Nëse dëshironi shumë mirë mund ta bëni siç thash në rastin e parë, mund ta edhe me limon, limon kopër bizele, po përderisa ne kemi shtuar patatet, normalisht që e pranon atë salsën e kuqe. Tek domatet që un kam, do t'i pres për gjys. Ja shtojmë nga fundi, besoj. Ja shtoj nga fundi. Do të marr bimët aromatike që i pres me thikën e madhe dhe pjesën e ujit që mua do më duhet për t'ia shtuar në fund fare gjellës. Pra, e pat përpara disa ditësh që unë nga pakujdesia ime vura gishtin dhe preva gishtin. Gjithmonë do t'ju ndihmoj nëse ju do bëni atë prerjen e duhur, siç e keni tuf, vendosni gisht rind, pjesa do të dalë këtu që thika sido që të shkoj, shiko, nuk e lejon, nuk e lejon edhe pa pasur mendjen fare. Mendja moj, kur e ke mendjen diku tjetër pret gishtat, po çfarë? Po ashtu prijen gishtat. Ti pret, vazhdon pret. Nep mamollën, thasë që nep mamollën se preta gishtin. Diku tjetër edhe vazhdon, pastaj prijet. A ke mendjen aty te prerë, nuk e pret dot kollaj. Dhe i largoj patatet. Qepët pas patateve, sa u kemi dhënë një ngrohje skuqe të lehtë, një zbutje. Dihet që bizelet kanë një kohë zjerje të pakët, nuk na duan aq më tepër kur i kemi edhe në ngrirje. E të mendosh që shekuj ose vite shumë përpara përdoreshe kryesisht ajo bizelja e thatë. Pastaj doli kjo e njoma dhe po të lexosh shumë kuriozitete që lidhen me bizelen. Këto aristokratët francez edhe italian, kur doli kjo bizelja e re, jo ajo e thatë, përdonin dhe servinin bizelen si pjatë luksi, e pëlqenin shumë. Dhe është akoma. Dhe është pjatë luksi, faktikisht. Jep shumë fantazi për ta gatuar dhe kreativitet. Dhe mbi të gjitha, jo vetëm se është e shijshme bukur me këtë ngjyrën jeshile, por ka edhe vlera ushqyese dhe vazhdimisht ne i lidhim produktet që konsumojmë, sepse duam që të japim mesazhe të shëndetshme dhe përmes gatimit, kur i kemi të tilla, që ne duhet jo vetëm të ham, po të ushqehemi. Po, patjetër. Që të ushqehemi dhe të dimë pak a shumë se çfarë vlerash marrim prej gatimeve. Për shembull, rasti i bizeles është një perime që është shumë e pasur me proteina bimore, me vitamina, me minerale, me fibra,
dhe me aminoacide. Kanë këtë ngjyrën e klorofilt, kështu që mos e neglizhoni sa e kemi në treg tani të freskët, ta shijojmë dhe jo më familjarisht. kot e premtja është gjithmonë e bizeles, është e thjerëzave, bishtajore, jo mish, sepse ti kërkon që trupit tënd t'i japësh pak kohë, shtunë të diel për shembull që njerëzit janë pushim, sidomos ajo e diela që është pak më bom që njerëzit dalin, e teprojnë dhe më pas ka nevojë njeriu ta teprojë ndonjëherë. Ka nevojë ta teprojë dhe të provojë. Shije që ndoshta nuk e lejon gjatë javës, kështu që gjithçka lidhet me ekuilibrin që krijojmë ne në shëndetin pak tonë. që të më bëhet qepa. Çfarë do bëjmë tani? Të marr një qese. E kam shtuar. Kam keri dhe kemi thënë që keri ka 7 deri në 12 erza bashk. I shtoj këtu. I largoj, sikur se marr edhe. Pra keri piper të zi edhe piper të kuq kemi këtu. Marr dhe 20 Po. Me këtë përzierje, pluhurash, erzash, do të marinojmë me ndihmën e një qeseje që të kemi mundësi të ketë ajër dhe hapësirë. Është një mënyrë që na shërben për t'i pudrosur, marinuar, kemi përdorur patatet, kungulleshkat në këtë formë. Ile të tilla, që ti skuq pak më vonë. Sa të përfisen. Mua më duhet kjo ngjyrë e tillë, ku shtoj dhe domatet Pakës krip. Pakës fare piper. Nëse ju dëshironi, pa përse jo mos e dëshironi, për shembull. Përse jo? Ja. Marr pak fare soja, për t'i dhënë atë. E pranon edhe shijen e sojës. Po, e pranon shumë salcë delikate, kremoze, me një densitet për të vlerësuar, një krem soje që na siguron Teuta përmes importit që i bën shumë produkteve dhe markave të njohura prestigjioze dhe shumë cilësore italiane. Një prej tyre është marka Ponti, që ka një listë të gjatë të bollshme të produkteve të shportës. Sepse dua që vërtet ta bëjmë nge këtë ushqim. Këtu. Opa, të djau këthyem ne? Opa! Jo, thjesht do të duhet që të marrësh... Shtoj pak fare sod. Në pak kic asgjë nuk i bën. Thjesht ndihmon që të ruaj ngjyrën. Është më e pastër, shumë mirë nga ndonjëherë, mund të pastrojmë karotën dhe e lëm aty për shembull mbi 2 orë, sepse merr me punë të tjera. Vendosni pak sod dhe nuk keni asnjë lloj problemi. Çdo perime në fakt. Perimet, duke qenë se kanë ndryshuar shumë, pesticidet përdoren në masë, toka, ajri, gjithçka ka ndryshuar dhe nuk kemi të sigurt për t'i pastruar siç duhet frutat dhe perimet, kështu që një nga mënyrat më të shëndetshme dhe më të sigurta është përdorimi i sodës teksa ne pastrojmë perimet. Shplajmi vendosim në një enë të madhe me sodë brenda, ujë me sodë, dhe i lëm aty për disa minuta që të pastrohen mirë dhe të largojmë pesticidet. Soda lejon që perimja të mbaj ngjyrën e vet. Sepse unë tani nuk mund t'i bëj blansherim gatimit. Pra me pak sodë ruan ngjyrën e vet. Pak fare sa mos i bëj dëm sepse nuk po bëjmë kulaç. I vë dhe kapakun. Bimët i kam më njanë. Nëse i shërbejmë më së miri.
Kalojmë dhe tek receta tjetër sa të vazhdoj zjerja dhe do bëj një përmbledhje tani të gjellës me bizele. Jo, do të shkoj të gjitha. Po, që do zjenë, vazhdoj zjerja me tomatet, me bizelet, karotat dhe patatet. Ja do t'i shtoj tani për të vazhduar dhe disa minuta të tjera për të zjerë. Së bashku do të bëjmë një përmbledhje të produkteve të resetës së gjellës me bizele dhe patate. 2-3 patate mesatare, 300-400 gram bizele, një qepe madhe, 2-3 domate të pjekura ose 2 lugë gjelle salc, një karot, 2-3 lugë vaj ulliri, krip, piper, pak rigon, majdanos sipas dëshirës dhe ujë, kjo, sa të mbuloj gjellën, sa të lëngshme doni ju. Kaq ishte gjella. Kaq. Largojmë. I shtojmë edhe sasin për të rregulluar shije në fund fare, e provojmë dhe tregojmë se sa krip i duhet. Dhe me kapak në dorë jam gati që t'i vë kapakun dhe të ziej avash. Është shumë i shpejt procesi sepse i kemi bërë të gjitha, i kemi paraprirë gatimit bukur. Me zjerin dhe me skuqjen e produkteve. Bëhen gati dhe patlıgjanët për t'i servirur. Të dyja recetat janë drejt përfundimit. Gjithsesi, përveç kësaj hapësire, kemi dhe dritaren tjetër, kanalin tonë në YouTube Reze Dielli, për t'ju rikthyer.